Është raportuar kohët e fundit për hyrje shumë të mëdha të sasive të qumshit pluhur nga Kina përmes Serbisë në Shqipëri. Me urdhër të Vučićit dhe me zbatim të atij urdhri të Edi Ramës. Objektivi, vrasja e shqiptarëve. Kaq e thjeshtë është. Shteti nuk funksionon, shteti ka mbaruar. Edi Rama nuk qeveris më tani. Po e keni vënë re, Edi Rama nuk merret fare me asnjë gjë, tani merret me budallëqe kot më kot sepse ka mendjen të çakërdisur nga McGonigalli dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ati rrezikohet koka tani dhe ai mendon për kokën e tij, nuk mendon më për shtetin edhe për popullin shqiptar. Për popullin jo njerë, sepse ai është pjesë e kabales, pjesë e masonëve dhe iluminatit dhe është një ndër vrasësit e shqiptarëve. Një ndër, po që ai është vrasësi më i madh sepse ka rikën dorë se që të sjellësh ushqime të helmuara, të kontaminuara që nga Kina këtu për të vrarë shqiptarët, të bëjnë vetëm anti-shqiptar, dhe e kemi thënë që është anti-shqiptar, ai është anti-njerëzor, dhe këto gjëra ai do t'i bëj se s'bën, sepse këtë urdhër ka marrë. Në fakt nuk është vetvetja e Edi Rama, ta dini ju të nderuar qytetarë shqiptar që na shikoni nëpërmjet këtij ekrani. Edi Rama është një marionet që komandohet nga Sorosi dhe nga gjithë armiqtë e njerëzimit, nga Kabala, nga ai Davosi, nga ai tjetri që ai Klaus Schwab që tha do t'i katandisim njerëzit për bukë të gojës, po aman do jenë të gëzuar, do t'i lëmë të varë, do t'i bëjmë të varë, po të jenë të gëzuar. Shërptori kësaj politike dhe kësaj ideologjie është Edi Rama, i globalizmit. Mjerë ju shqiptarët, por rinjur se shiko, e keni mirë, mos u ndjeni, sepse do vinë ditë të mira, ju do mirë pallate, do mirë kështu resorte, do mirë gjitha pronat që janë ndërtuar, do t'i mirëni, po rini rahat se do t'i mirëni. O ka ta mendonin që dosja e McGonigal do të hetojë deri në fund? Dosja McGonigal ka shumë gjëra brenda. Ka politik, ka diplomaci, ka krim, ka tradhti, i ka të tëra. Dhe ata që duhet të merren me dosjen McGonigal janë amerikanët. Ne kot diskutojmë për atë se ne kemi probleme shumë të mëdha vetë. Për McGonigal dhe të interesohet ajo FBI amerikane me byron kombëtare të hetimit këtu në Tiranë, edhe kaq, dhe ta zgjidhin ata problemin që punë kemi neve. Dashta zgjidhin, ore as më ngro as nofto mua me Gonigalli. Mua për unë problemin e kam tek vendi im që është që po vritet ditë për ditë nga një kjo klik tradhtarësh që është në spektrin politik Shqipërisë. Pa përjashtim spektri politik, nuk them vetëm se është Edi Rama tani ose janë këta ata që quajturin socialist. Jo, në pushtet të Shqipëri janë komunistë shqiptarë, ata që vranë popullin shqiptar në 45, 46, 50 deri në 90 janë bërë 6.000 të vrarë, të pushkatuar, të vdekur në përburgje, në për internime, në kohë paqe. Këto ka bërë komunizmi dhe këto ditë bëj. Dhe po megjithatë ju shqiptarët rini urt, rini të qetë, mos e prishi Terezin fare, sepse do mirëni prona, do t'u prishet 7.501, do mirëni resorte, do mirëni të tëra që kanë ndërtuar këta oligarkët, do t'i mirëni juve, por rini të qetë vetë, mos lëvizni nga vendi. Avokat, ka pasur një përplasje mes kryeministit Rama dhe Albin Kurtit lidhur me protestën për UÇK-n që u zhvillua të premten në Tiranë. Kujt i jepni të drejtë? Që të japësh të drejtë, duhet gjykosh. Që të gjykosh duhet të kesh provat. Unë nuk kam dëgjuar asnjëherë para tjetër. S'kam që jap mendim. Di që Albin Kurti hyri në Mitrovic, muri pushtetin atë autoritetin e shtetit në Mitrovic. Këtë e di, sepse e thonë mediat për ditë. Ndërsa se që bën Edi Rama, këtë e di tani e di dhe Gurët e Udhës. Shko pyet e Gurët e Udhës, thonë Edi Rama është filosërb, është filogrek. Janë një lloj të tërë, një turi kanë. Janë agent të shërbimeve të huaja. Qoftë të Kosovë ka të tillë, dhe djem me sa dëgjova, nuk e di sa ishte vërtet,
ndoshta ishte fake, arrestimi Baton Haxhiut. Pas të këto mediat, të portalet, nuk e di sa e vërtet është. Pra, qeverisin spionët, gjithandej. Po ju shqiptarë një qetë se do t'i mirni që du. Çfarë kërkoni do t'i mirni. Avokat, fakt është arrestuar në Kosovë një analist Fatmir Sheholli në lidhje me spionimet në Serbi. A mendoni që edhe në Shqipëri ka spion të ngjashëm? Në Shqipëri janë të tërë spion të tillë. E tërë klasa politike spion janë. Pse ke ndonjë politikan të ndershëm ti? A nuk ishte Berisha që u dha detin atyre? A nuk ishte Berisha që tha Himara është minoritet? A nuk ishte Berisha që pruja anullaton këtu? A nuk ishte Berisha që i dha shtetësinë anullatosin? A nuk është ky që u ka krijuar të tëra lehtësirat grekëve? A nuk është ky që nuk lejon ngritjen e memorialit në Kodër të Tepelenës për martirët e vitit 1914? E pengoi. Dhe ministri atje e pa pikë turpe, pa cip ajo ministri. Ai tha është tok buke atje, tha atje s'ka, leqës është fush njërë, po është Kodër dhe është komplet me drizë dhe me mëlqinja, s'ka tok buke atje. Pra, grekët e kanë situatën në dorë në Zhokor në Shqipëri, Beogradi në pjesë në anë e tij, Greqia nga anë e vet, Athina, kështu që jemi aq mirë, jemi sa s'ka ku të shkojmë më. Rini të nderuar shqiptar, flini gjumë, ose prishni Terezin, mos u çoni të kërkoni ato që mendoni ju, se ato janë të gabuara, se na nuk duam të na prishet qetësia, duam të kemi qetësi dhe qetësinë e kemi, sepse dhënt nuk bëjnë kryengritje kur, dele është dele. Ka pasur raportime kohët e fundit për një ngërç ose problematik lidhur me aeroportin e Vlorës, ku thuhet që po tentohet që t'i merret aeroporti Beqet Pacolli. Nga informacionet që më japin mua Gojtë e Liga, del që Beqet Pacolli ka probleme jo vetëm me aeroportin e Vlorës, po dhe me atë hotelin që ka ndërtuar në qafë Kasharit, të Mikalimi Kasharit. Dhe Gojtë e Liga thonë që Beqet Pacolli atë ka marrë për ta pasur rusët rezidencë. Por duke bërë një kthim në retrospektiv për veprimet e Beqet Pacollit në Rusi, Beqet Pacolli ka rekonstruktuar dhe ka rregulluar sheshin e Kuq në Moskë. Pra gjërat indirekt lidhen, se sa janë të vërteta nuk e di, po Gojtë e Liga thonë që ka problem me rusët dhe janë rusët që duan të hyjnë qoftë atje. Dhe aeroportin e Vlorës, se nuk e harrojnë Vlorën rusët. E keni parasysh atë thënien e të famshmit kolonel admiralit, që kolonelit rus i tha admiralit do ta kërkosh Vlorën dhe nuk do ta gjësh. Ata nuk kanë hequr dorë kurrë nga Shqipëria. Kurrë nga ato që kanë pasur në Shqipëri, që u dha Enver Hoxha. Kurrë nga drejtimi i pushtetit dhe ekonomisë së Shqipëri. Por shqiptarët duhet të rinë urtë sepse do t'i marrë të tëra, do qetësohen. Avokata, keni besim që drejtësia në Shqipëri po vihet dhe si e shikoni Spakun tani pas disa vitesh në funksion? Jo, drejtësinë unë e shoh që është rivendosur drejtësia e vitit 1966. Pse e thoni këtë? Sepse në 1966 qeveria komuniste, diktatura komuniste, hoqi, suprimoi Ministrinë e Drejtësisë dhe hoqi nga gjykatat tërë avokatët. Dhe praktikisht e ktheu drejtësinë në diktaturë. Ajo drejtësi, më pik për pik, presje për presje funksionon. Gjykat, prokurori dhe kjo vërtetohet nga sulmi që ju bë avokatit në sallën e gjyqit, që me ligj avokati në sallën e gjyqit do thot çfarë mendon ai për çështën që trajton, e ka me kushtetut. Po tani kushtetut s'ka më, kushtetuta u shkele u diallos që në 2008 kur u bën marrëveshjet e dy partive dhe është rivendosur diktatura komuniste. Kush ka sy në ball e shef, kujt i kanë dalë sy dhe t'i dalin. Është rivendosur diktatura e Enver Hoxhës në drejtësi, pik. Po Spaku çfarë po bën? Spaku zbaton urdhrat e partisë. Atë që bënte kush them unë,
Bedri Spahiu në 46 që dënonte eksponentët dhe intelektualët shqiptar, atë bëdhe Spaku tani. Bënd që thot shefi, Bedri Spahiu i binde Enver Hoxhës, Spaku Dumani i binde këti Edi Ramës. Qa ka, këto bëjnë mungë, këto s'ka më budale që si kuptojnë. Edhe ai më i fundit, ai Çobanin Majt Mali që s'ka informacion, po ti thua se s'ka ndodhur, thot, po kjo dihet që është vepër e Edi Ramës e partisë në pushtet. Pra është rivendosur diktatura me të tëra cilësit dhe unë dënoj me forcë veprimin arbitrar, të pa fytyrë, të pa ligjshëm, të pa ndershëm të gjykatës së Elbasani që arrestoi avokatin pse jo kundërvu prokurorit. Pra e bëjnë prokurorin të paprekshëm. Ka vdekur ajo kohë që prokurori ishte këtej, avokati këtej dhe gjyqtarin mes. Tani s'ka, ka vetëm prokuror gjykatës, avokati është një rudiment që nuk na duhet më, nuk kemi më nevojë për të, janë të tepërt, nuk duhet të flasën dhe kur vjen në sallë gjyqit duhet të rrinë siç kanë ndjenjur deri sot kështu me kokë ulur dhe të mos flasën, të mos ndihen. Unë nuk jam në atë avokat, unë do flas, kam folur flas dhe do flas në sallën e gjyqit, natyrisht pa e fyer atë tjetër. Personalisht, por profesionalisht do t'i heq dhëmbët, ndash prokuror tjetër, ndash gjykatës. Personalisht s'kam punë me të. Profesionalisht do përgjigjet aty një për kërkesa që ka avokati. Se pra atë punë është avokati. Duan apo s'duan. Kush është avokat, e di këtë gjë dhe praktikisht ne jemi në grevë deri pas nesër me datën 23. Po ka ta besoni që në një të ardhme të shpejtë gjërat do ndryshojnë për Shqipërinë dhe Amerikanët do marrin fatet e vendit në dorë? Nga ta besoj këtë? Mjep një indisi që ta besoj. Deri tani Amerikanët po ndihen. Amerikanëve u intereson qetësia në Shqipëri. Predikojnë për ditë qetësi, predikojnë për ditë rrini të qetë, rrini urtë, do t'i mirë të tëra. Atëherë pse të kem besim? Jo zotëri, unë besim kam tek ajo që është e prekshme, që e jetoj, e prek, e shikoj, e ndjej. Jo të kem besim në fjalë njerë. Deri më sot, drejtësia që vendosën Amerikanët në 2016, deri më sot dolli fiasko, deri tani që flasim bashkë. Në dalën 12-13 prokuror atje dhe nuk lejojnë arrestimet. Çfarë bëhet kështu orë? Po çfarë shtetë është ky? Po drejtësisht kjo? Po Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, çfarë bën? Po presidenti, çfarë bën? Po kuvendi parlamenti, çfarë bën? Ç'është kështu orë? Është bërë grushteti në drejtësi, unë e kam thënë me kohë. Është bërë grushteti në drejtësi. A merr qytetari i thjesht drejtësi avokat? Asnjëherë. Vetëm ata që paguajnë. Po paguan. Në drejtësi kam thënë me rastin e dënimit të një gjyqtari të gjykatës kushtetuese, të aneksit të gjykatës kushtetuese, dhe kam thënë, ky është grushteti në drejtësi. Mos e respektosh vendimet e gjykatës kushtetuese, kush je ti më? Jo më larg se para sa u bën 2-3 muaj që Edi Rama dhe parlamenti nuk zbatoi vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk revokoi atë dekretin e presidentit për zgjedhjet e 9 dhjetorit. Këta nuk pyesin më as për kushtetut, as për ligj, as për gjë. Se e shikojnë që populli rri qetë, ashtu rrini të vëllezërit e mi shqiptarë, të dashur shikues. Ashtu rrini. Dele, të qetë, të urtë, mos u ndjeni, mos na prishi qetësinë, se na shqetësojnë kuadrot, na shqetësojnë partnerët tanë, na shqetësojnë kryeministri, mos u ndjeni ju. S'ka gjë se bën këto gjëra kështu, punë e madhe. Mban kurrizi juaj. Avokat kanë kaluar disa vite dhe nuk po zbatohet ende urdhri i Edi Ramës që tha që duhet zbardhur me dëmys vrasja e Ervis Martinit. A mendoni që do ketë një zbardhje të, po themi, Jo, zhdukjes së tij? nuk do ketë zbardhje.
Nuk do ketë zbardhje. Edi Rama e dimi shumë mirë kush e ka vrarë Ervis Martinin. Drejtësia e di shumë mirë. Ministria e Brendshme e di shumë mirë. Policia e shtetit e di jashtëzakonisht mirë. Prokuroria spaku e din shumë mirë. Nuk duan ta zbardhin. Kaq. Dhe për këtë mos më pyet më, sepse është tabu që nuk diskutohen këto lloj vrasjesh. Dakor? E që janë vrasjet të forta të shtetit apo? Atë e the ti, nuk e thash unë. Avokat, çfarë mendoni për sistemin shëndetësor në Shqipëri dhe a kemi shëndetësi falas? Bir Selmani nënës kishte të qaj më pari, tha ajo. Po ne tani nuk kemi më besim te ilaçet që merren nga shteti në farmaci. Sepse nuk e dim çfarë hedhin ato, çfarë përbërje ka. Shkruan aspirinë, po vallë, është aspirinë. Shkruan algin, po vallë, është. Plus që kanë hequr nga qarkullimi disa artikuj kështu farmaceutik që ishin të shkëlqyer dhe i hoqen me urdhër të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Bie fjala, shko kërko klorafenikol, nuk gjën gjikundi. Shko kërko kështu, është një pomad Loka Corten, se gjën gjikundi. Janë zvendësuar të tërë gjasme me artikuj të ri, gjasme ka ndryshuar emrat, në fakt ka ndryshuar formulat. Pra, gjithçka është bërë në dëm të shëndetit, tashmë jo në interes të shëndetit. Në dëm të shëndetit popullsisë. Shikoj të ushqimet, shikoj të buka qa, shikoj të zarzavatet, të perimet, të frutat, të tëra të infektuara, të tëra të kontaminuara. Po ta keni vënë re, qëse keni dalë në Republikë, janë ngritur me dhjetra e me qindra kështu kapanone. Pse janë ato? Kujt i shërbejnë? Se ne jemi ushqyer dhe pa ato. Bujqësia ka punuar dhe pa ato. Pra, shëndeti është që mbijeton ai që është i fuqishëm në azoti, mbijeton ai që ka antikorpet normale, do mbijetoj ai që nuk është vaksinuar, natyrisht, dhe të tjerët janë për të ikur. Ky plan ka qenë, edhe ky plan zbatohet nga Davosi, nga Kabala, nga globalistët. Ky plan është, duam neve, të sjell qumësht të helmuar, të kontaminuar që nga Kina. Shikoj se nga vjen Kinë, Beograd, Serbi, Tiranë, me miratimin e kryeministrit shqiptar, me miratimin e ministrit të shëndetësisë, me miratimin e qeverisë shqiptare, parlamentit shqiptar. Ne na kanë dënuar tanët. Po rrini të qetë, vëllezëri shqiptar, rrini të qetë të dashur shikues, rrini mos e prisni Terezin fare, hiç mos e prisni Terezin, sepse gjithçka do shkojë mirë, do bëheni mbretër. Avokat, si shpjegohet që në Shqipëri kemi të pranishëm shumë farmaci, ndryshe nga vendet të tjera në botë, ku i shef më rrallë farmacit. E para, e dyta, a mendoni që duhet ndarë sistemi shëndetësor që mjekët do të punojnë në shtet ose në privat dhe të mos punojnë? Më ke bërë një pyetje për të cilën kam folur këtu e 12-13 vjet përpara, të shijak televizion. Asnjë vend i botës nuk lejon që të jesh mjek dhe në spital privat dhe në spital shteti. Të bën vetëm Shqipëria. Dhe prandaj është korrupsioni në këtë shkallë, dhe i mjekëve dhe i kujtdo. Qofse nuk do ishte shkelur kjo marrëdhënie që ka gjithë bota dhe në Shqipëri bëhet e kundërta, ti nuk do vuaje më për spitale, nuk do paguaje lek në spitalin privat, në spitalin civil. Shtetëror, pse nuk do paguaje? Tani po i keni vënë re, shkoni tek spitali Nën Tereza. Shkoni te reumatologu.
pret apo s'pret 10-15 veta, nga të cilët 13 i orienton për të shkuar te klinika private. Ai ka klinikë private. Dhe sa del nga spitali, shkon tek klinika e tij dhe e pret atje njerëz. Pra e kanë bërë spitalin shtetëror, shtrung, që kalon kopea e deleve, i mjel dhe i ndan. Kjo që ka qumësh këtej, kjo që s'ka qumësh këtej. Ç'pun ka mjeku i spitalit shtetëror të punoj te privati, për çfarë? Përse? Pra këtu është e keqja më e madhe, gangrena, ky është kanceri i shëndetësisë. Pa u shëruar kjo plagë, nuk shërohet shëndetësia. Por shqiptarët rrinë të qetë, se do shërohen edhe kjo. Vetëm rrini të qetë, vetëm mos u ngrini, se mos bëni gabime dhe ngreni si në Nepal, ore, si në Nepal. Jo, kështu, urtë, qetë, të nështruar, ulni kokën, mos folni. Avokat, sa vigjilent mund të jetë një doktor që punon 8 orë në shtet dhe pastaj shkon e punon 8 orë në privat, pra i bie të punoj gati 16 orë. Ai në shtet rri shtrehet në krevatin që kanë atje, kanë një krevat atje në klinikë, shtrehet atje, qetësohet, rri qetë, viziton apo se viziton 2-3 veta në ditë, edhe pastaj shkon e punon privat. Edhe në privat, po të vëshre mjekët thonë, shkon filan farmaci meri, se ai ka ilaçe të mira. Dhe rreth rrotull spitalit janë një 30, 40, 50 farmaci, nuk e di sa janë, në mos më shumë. Dhe thatë që pse ka shumë farmaci, po, farmacit nuk janë më farmaci, kanë emrin farmaci, janë dyqane në fakt, që shesin. Janë dyqane. Më gjej një farmacist që di të përgatisi një formulë. Hajde të bjem vërdall Tiranës, po gjete farmacist që të përgatisi një formulë, unë do të jap ty çfarë duash ti. S'ka. Janë tregtar të tërë, i njohën ato, e kanë bërë shkollën teorikisht për të njohur emrat e ilaçeve dhe ato shkrimit e doktorëve. Por që të përgatisi një formulë vetë farmacisti nuk bën vaki. Më kujtohet në vitet 80, kishte një besa ime një problem me këto pushërat e fytyrë, dhe shkojmë te farmacia 11, ka qenë një farmaciste, një zonjë, Juli, dhe i thamë, na duhet, e kemi kështu hallin. Ajo e përgatiti formulën, urdhotha, 100 gram alkool, 10 kokra klorafenikol, i hedh brenda antoj, shkrin dhe lyen fytyrën mëngjes për mëngjes, masi ke bërë tualetin e mëngjesit. Për 15 ditë, pushërat u zhdukën, shko kërko tani. E gjën, të thot njeri se si nuk e t'japi sa kremra, pomadra nga këto që bie një ashteti që për bërjen e cilëve nuk e dim se çfarë ka. Kërkon finalgon këtu që është i shkëlqyer për këto dhimbjet e arterikeve, mirë them të kyçit, kyçeve të duarve, të këmbëve, të mezit. Nuk e gjën, s'ka shequr nga qarkullimi. Pra farmacit janë kthyer në dyqane dhe shqitje të prodhimeve të shumë farmacive, të kompanive shumë komshme, të prodhimit të ilaçeve, nuk janë më farmaci zotëri. Kjo është situata. Dhe dalë dikush të më thotë që s'është kështu. Unë iftoj në debat, në ryez. Gjithmonë iftoj. Po asnjëherë të vijnë. Se e din çdo dëgjojnë nga unë. Dhe e din që duhet të përgjigjen kundër asaj për të cilën paguhen. Gjë që se bëjnë dot, se beten pa bukë. Edhe kështu që mirë qytetari shkret që ka hall. Avokat, kam dhe i pyetje të fundit. Çfarë duhet bërë në tilla raste kur kemi shumë probleme, qoftë me shëndetësinë, qoftë me arsimin, qoftë me policinë, qoftë me drejtsinë? Të rrim urt, gjërat do rregullohen. Në 36 gusht do bënë të tëra, do mirë një pronat, do mirë një pronat e shtanë 501-shit, do mirë një ilaçe të mira, do bënë vizitat në spital pa lek, do shkoni në përzyra dhe do të presi zonja Djella. Djella kisha jo apo jo? Do të presi Djella. Dhe do të sqaroj Djella për të tëra hallet që keni të nderuar teleshikues. Prandaj rrini urt. Kjo është porosia ime. Rrini urt. Se mos u merë për një amëndjen dhe bëni si në Nepal, se aty pastaj kemi punë bashkë. Avokat, falenderoj shumë. Lutem.